S'ka ndodhur përpara. Nuk ka ndodhur përpara. Ka qenë vetëm indeksimi në të kujtohet i pensionistëve. Dhe ai nuk është bërë vit për vit. Atëherë, qoftë pagat, qoftë pensionet, është detyrë ligjore të indeksohen. Për pagat në shtet nuk është detyrim ligjor, siç është për pensionet, por duhet bërë. Nga ky vit, si thua, qeveria e ka marrë përsipër këtë gjë, vit për vit të bëjë indeksimin, sepse është një mënyrë privat mbrojtëse, por nuk është ndonjë gjë e madhe. Është detyrim ligjor edhe privati të indeksojë me inflacionin rrogën e punonësit vet nuk e ka detyrim ligjor. Privati nuk ka këtë detyrim. Shteti e ka për pensionet publike. Madje as për pensionet private vullnetare, që ne dimë që janë rreth 50.000 që përfitojnë, si thua pjesëmarrës të skemës, nuk e ka detyrim privati të risi të indeksojë pensionin nga paratë e veta. Por duhet parë në mënyrë që edhe privati të mund ta bëjë këtë, shteti ka në dorë që ta influencojë, sepse e thash edhe e përmenda edhe pak më parë, privati e shef shumë shtetin. Pse? Nga rreth 27 miliard euro që neve kemi në këtë ekonominë tonë vlerë të shtuar çdo vit, duke filluar nga 2016 ky vit, rreth 9 miliard ne e dim çfarë janë? Janë para të tenderave shtetëror. Në këtë kuptim, sa herë që qeveria provon të risi brun pagën e atyre 184.000 punonjësve që ka në nënhyqëm, pra të aparatit shtetëror dhe të shave, po aq herë privati nxitet të bëjë dhe ai një rritje gjot njësoj, por ama të provojë dhe ai ta risi. Kjo është një efekt i mirë për ekonominë tonë, vetëm në atë që tash, për kryesorëve të mbajnë njerëzit këtu, të mos ta emigrojnë masivisht sa ka ndodhur ditëshëm. Mirë, flasim pak për ndryshimet në skemën e pensioneve, që ta kuptojmë më të qartë edhe ata që na ndjekë, pensionistët, të cilët janë gjithmonë me kanë shumë të drejtë. Vëmendjen e madhe nëse do të ketë rritje apo jo të pensioneve. Do të ketë rritje të pensioneve, e kemi thënë. E re. Pra, Rama ka thënë se kush do të kursej më shumë për pensioni mund të jap një kontribut nga paga dhe të njëjtën shumë shteti do e dyfishë. Edhe një herë që ta kuptojmë, për të 738.000 janë tani që flasin me matjet e fundit, me regjistrimet e fundit brun, se çdo muaj ne shtohet armata e pensionistëve tanë, jetë të gjatë ju urojmë ore çast. Ata nuk janë në lojë. Pse nuk janë në lojë? Se tashmë janë në pension. Bëhet fjalë gjithnjë për punonjësit që u vjen kohë. Pra ata do të marrin atë rritjen që filloi nga janari. Ata do marrin rritjen dyfishin, jo vetëm aq, unë besoj kemi folur dhe herë të tjera që do kemi edhe një bonus të dhjetorit të këtij viti. Pse do kemi një bonus? Ti e di që edhe pse 18 pensionistë sot, tanë të nderuar, që e marrin rritjen, nuk janë 12 ata që nuk e marrin, që ankohen. Janë 18 që vazhdojnë të ankohen. Sepse tonë, rritja ime është çik më e vogël, jo po filanit apo fistekut i është rritur më shumë, dhe ndjen të padrejtë. Edhe pse u rritet pensioni, sërish kanë ndjesin që ore ky gjati na gënjeu, ore diçka po na ndodh. As që diskutohet që kanë të drejtën e botës të ankohen. Ama pensionin pak më shumë 18 pensionistë tanë të nderuar e marrin. Çfarë duhet? Duhet ky bonus për çfarë? Për ata 40.000 pensionistë që nuk kanë marrë rritje. Edhe pse mund ta kenë pensionin mbi 40.000 lekë të reja, se aty është që ata nuk e prekin, nuk e përfitojnë. Ama ndjen shumë të përjashtuar dhe është mirë që edhe atyre diçka t'u jepet. Kjo skema e re nuk përfshin pensionistët. Kë përfshin? Nuk përfshin pensionistët. Pse? Sepse duke qenë se ti, unë, jemi në shtet dhe fillojmë e themi që do paguaj 50.000 lekë të vjetra për skemën time të pensionit, sepse shteti më jep njëkohësisht 50.000, se kjo është premtimi. Pra kjo është për kategorinë që janë në punë aktualisht. Pra janë për kategorinë që janë në punë, në mënyrë që kur të dalin në pension, pensioni i tyre të jetë paktën 200-300.000 lekë të vjetra më shumë. Në rast se pra do të mendojmë ne vetë për pensionin që do marrim nesër. Të supozojmë se jam, nuk kam qenë asnjëherë, ti e di, por jam në një strukturë shtetërore. Paguhem nga një pagë shtetërore. Dhe më ka ardhur koha për dalë në pension, se edhe pak vite kam. Dhe çfarë të them unë tash? Ore, shteti më premtoi, e kam rrogën le të themi 800.000 lekë të vjetra. Unë nga pjesa që më takon, që jam si thua punë në dhënsi, që është diku ke 11.5%, që ja paguaj në formën e taksës sot, që është diku aty, le themi ke 100.000 lekë të vjetra, unë them jo, unë do t'i jap shtetit në mënyrë vullnetare, skemës e pensionit vullnetar, me pjesëmarrjen e shtetit, që kjo është premtimi. Pra ky është fondi
që do krijoj në mënyrë të veçantë qeveria. Prandaj foli kryeministri. Pse do t'i jap një 50.000 lekë tjetër? Nga paga ime, marr 800.000, më mban shteti, le të themi, rreth 96.000 lekë të vjetra, që është 11.5% që i kontributit tim si punëmarrës, unë do jap 50.000. Pse do jap të 50.000? Pra, unë jam i vetëdijshëm të sakrifikoj sepse pas 5 vitesh dal në pension, apo pas 10 vitesh dal në pension. Dhe më intereson këtë 50.000 që sakrifikoj tani pse? Se ma dyfishon shteti. Kjo bëhet fjalë vetëm për 184.000 punonësit në shtet. Jo në privat. Ne që punojmë në privat. Është mirë që privatit të incentivohet, pra të nxitet nga shteti. Dhe aty do të ishte edhe thirrja dhe dobia e kësaj bisede kryesore. Çfarë? Që shteti tot, krahas në rast se edhe privati do ta bëj këtë. Pra do të më thot mua edhe ty Brun, po në atë parë mua se më erdhi koha. Dhe thot, dëgjoj Fatos, ti e ke rrogën le të themi 100.000 lekë të reja në muaj. Dhe në qoftë se ti merr përsipër 50.000 lekë ta shtosh, do ta heqësh, unë do t'jap 950. Dhe këtë 50.000 ta fusim në këtë fondin, unë si privat